Nxënësit e Çajirit festuan 10 ditën e tyre 1 qershorin, festën e fëmijëve, ditën që na kujton ne të rriturve se për ta, për të drejtat e tyre dhe për kushtet ku ata rriten dhe zhvillohen, nuk mjafton të kujtohemi vetëm një ditë në vit. Ata i pritën mysafirët e rritur dhe bashkëmoshatarët e tyre me një program të pasur artistik. Naš Joden, ten od koga svetot se obojuvamo bojte na radost. Ние не сме само еднина, ние сме најбавата регосност на овој свет. Секој дете заслужува љубов, насмивка и среќно детство. Детството е време за смеа, другарство и радост. Со игра, учење и другарство, секој ден откриваме нешто ново и стануваме подобри. Не е важно од каде доаѓаме, важно е дека под ова сонце сите сме исти. За сите деца мир, сонце, среќа, безгрижно детство. Слушнете го нашиот глас, бидејќи песната во нашите срца никогаш не постане. Да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мар. За сите деца, да биде сонце, да биде љубов, нека биде сјај. Да биде копнеш, да биде звезди, да биде пролет, личен цветен мар. Корелна на класата пара, скронја на дука си те баштира. Me abetare me suam të lexojmë, të shkruajmë dhe botën ta kuptojmë. Çdo faqe libri ishte një hapëri për ne. Sot jemi të gjithë në krenar që lexojmë dhe shkruajmë vetë. E pasur dhe e mbushur me margaritat, jenë moj abetare. I para abetare, për çdo faqe një dritare, na mësove ditë për ditë, na dhe dije, na dhe La roqet fjalë ndërtuam, fjali të bukura ne krijuam, fort të duam, o abetare, shumë gëzim ti na fale. Libri para abetare, për çdo faqe. Kush ju tha se unë nuk jam por vetëm sa prapova orave të dugagjinit për të mbjell lullukuqe në granice. Unë kalova të shanë, vranovës, laush e pretas, e këtë plis e që
gjeta aty te varet e një kosharit. Hej! I kujt është ky plis, more? Thira. Është plis Kosove. Mu përqis zani Hans Jasharit. Po qka të bëj me këtë plis? Hore buri dheut, i thash. Merë me vete, me mbushe me fara. Sepse fara hudhët me pranveri. E ne, pranveri pritëm, apo ju? A pritëm pranveri? Merë me vete, dhe nisë. Dhe thuj një Evropës, se këtë kërokos është moj zonë një ratë, me ata 12 tyjen flamurin tanë blu, sepse unë tashtë kam nga 12 varën se cilë shtëpi. Nisu, e mora pa në vlejtë, shkërëmuar nga kulmi tjenë në shtëpi se Jasharit. Dhe unë nisa, thash me vete, kur do të më shpirë, kë shpirë t'i shkret, këtë dhe do të pahudhe në fëtyrë, dhe do të prejë mi qetë. Dhe unisa, kalora, gjëravic dhe qëshavic. E o asola që t'ja përkujtoj se për këtë dhe po t'jem dhe gjak. Se atje tash përgjujnë me trupa. Se atje gjokë si një bërë farë Kosovës. Se atje trimat vdesin që mos vdes Kosova, e ne i kemi në vetëm. Shikoni o njerës të mirë, në gërësht po asolla Kosovën e nishanave të Bajram Curit. Në pjesë po asolla Kosovën e t'nike të naim. Kërë i qka bota o asolla. Edhe Albanin e Rogër të Azërgarizës, politikën e Masëslis, ta qanikin e Idriseverit, e rekën e keqe të Aqizekës. Vetëm e vetëm që t'ja më kujtoj se për këtë dhe vlasni tanë dhe motra tona kryet për e lanë. Edhe në qofë se dikush ka vëdek të i kinue për indrit tanë, vdishën me konë nguj, sepse ata kanë ditë të jetojnë dhe të vdesin për këtë dhe. E jo, si të nëni, veç mos harani, se ky dhe nuk shqitët, ky dhe nuk blijet. E jo, si të nëni, veç dijeni, se ky dhe as nuk blijet, as nuk shqitët dhe as nuk falet. Afrohë, merëni, se cili ka pak dhe, ta dhejnë, të me i dijës, një azijës, ejani, mos u frigoni, dhe i Kosovë është. Merëni, se cili ka pak dhe, e ndash rajtojni, e ndash këndojni, veç mos harani, se atë dhe tjetër nuk jeni, e ky dhe as nuk shqitët e as nuk falet, ky dhe vetëm bekohet. Mora qantën time, në shkopër me shkuar, shokët dhe shoqët më presin mua, u afrova afër për të biseduar, erdhën të gjithë më përqafuar. Mora qantën time, në shkopër me shkuar, shokët dhe shoqët
të zonë se spresa jam. Lemna tona janë vlota shuri. Një qershori në Çajër kishte si vjet gëzimin e një dite që u festua nga fëmijët shqiptar, jo vetëm të komunës, por edhe nga të ftuarit e vegjël nga Kosova. Trizet me gjiti, i ndërruar kryetari Këshillit të Komunës të Çajirit, e ndërruara drejtoresh Rita Pira nga Vitia, të respektuar Kësape nga Vitia, stafi dhe nxënësit e shkollës fillore Ali Dema, Mirëse. Kemi kënaqësinë të me presim mysafirët tanë nga Kosova. Kjo vizitë është dëshmi e bashkëpunimit, respektit dhe lidhjes që na bashkon përmes arsimit, gjuhës dhe kulturës tonë. Në shkollën tonë festohet festa e avletarës, që është hapi i parë i drejtë i dijes dhe ëndrave të çdo familje. Dhe një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, ditë që simbolizon dijen, gëzimin dhe të ardhmen e fëmijëve tanë. Sot, ky manifestim bëhet edhe më i veçantë me promovimin e moralit të kushtuar figurës të ndritur të Ismail Xhamal, një simbol plotësimi, dijes dhe dashurisë për komun. Ky moral do të mbetet një mesazh i përhershëm për nxënësit tanë që të ecin gjithmonë drejt dijes dhe suksesit. Përmes këngës, vallës dhe recitimit, sot fëmijët tregojnë talentin dhe buzëqeshjen e tyre. Faleminderit për pranimin tuaj.
Për kreun e Çajirit, Izet Mexhiti, festa të tilla janë një arsye e mirë që fëmijët shqiptar në të dy anët e kufirit të njihen me njëri tjetrin. Ai premtoi edhe investime të reja për fëmijët e shkollave të Çajirit, duke potencuar se duhet investuar në të ardhmen e brezit të ri, të cilët i duhen krijuar kushte të përshtatshme për mësim. Përshëndetje gjithëve, fillimisht drejtoreshën e shkollës, stafin e shkollës Ismail Qemali. Përgëzoj edhe për bashkëpunimin në shkollën të Piktis, që bashkëpunim dhe përvej që këti bashkëpunim të thellohet në shumë fusha. Prind fëmijët e dashur pra shëtlitet të fëmijëve. Ne sot e fillon me turnirin memorial për dëshmorin e kombit Imre Elezi dhe tash memorialin e kombit të kombit Ismail Qemali, e gëzoshmi, por nuk ndalim e këto, edhe që shumë shpet edhe në mëvimin të takë të dritarëve, po të kemi sigurizacion në qeveria, po bëjmë përpjekje edhe për klasat të reja të informatikës, po ashtu qeveria në të përshet që komunikacionet për shkollat të arsimi janë rritur, dhe që kjo të kontribon për kushte më të mira, standarde më të mira për fëmijët tonë. Asot e kemi fillu me fëmijët dhe Imre Elezi, për bashkëm këtu me artë në çdo qep të shkollës, pra artin në vepër nga fëmijët tonë në fushën e të ndryshme, pra nuk dhe zjas sot fjallën kryesore e kanë ata, për siguritin bashku jemi ljetë për po performancën që ka përgatit fëmijët e të dy shkollave, pra të Çajirit dhe të Piktis, pra dhe njerë uroj që këtë bashkëpunim të thellohet dhe sa më tepër kemi bashkë. Një qershori na kujton rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve, sigurimit të arsimit, shëndetit dhe një fëmije të lumtur për secilin prej tyre. Është një ditë gëzimi, buzëqeshje dhe aktivitetesh të ndryshme, ku fëmijët janë në qendër të vëmendjes. Le të punojmë së bashku që çdo fëmijë të rritet i lumtur, i sigurt dhe me mundësi të barabarta për një të ardhme më të mirë.